Ngjarja e rëndë që ndodhi në qytetin tonë, ku humbi jetën tragjikisht 43 vjeçari Bardhyl Kaloshi, baba i 3 fëmijëve, ka tronditur çdo qytetar të Durrësit. Humbja e jetës së tij nuk ishte një aksident i rastësishëm. Është një vrasje shtetërore, një krim institucional i shkaktuar nga shpërfillja dhe papërgjegjshmëria e institucioneve. Shtyllat elektrike janë pronë e shtetit. Banorët e zonës kishin ditë të tëra që kishin reaguar mbi rastin, por asgjë nuk u bë. Kjo tragjedi ndodhi në një kohë kur qytetarët e Durrësit po vuanin dhe pasojat e përmbytjeve, dhe mbi dhimbjen e tyre u shtua dhe kjo tragjedi. Ky nuk është një rast i izoluar. Në vitin 2015, një adoleshent vetëm 15 vjeç humbi jetën në të njëjtën mënyrë. Historia përsëritet, viktimat shtohen, por shteti nuk reagon. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike kanë reaguar që në momentin e parë, duke ngritur zërin për këtë krim shtetëror. Ky është një denoncim i radhës, sepse për fat keq, kjo nuk është një ngjarje izoluar, por një dramë e përsëritur që tregon qartë degradimin institucional. Ndërkohë, deri në këtë moment, nuk kemi asnjë reagim nga Bashkia Durrës dhe kryetarja Emiriana Sako. Heshtja e tyre është një tregues i qartë i papërgjegjshmërisë dhe i bashkëfaqësisë institucionale. Partia Demokratike Dega Durrës i bën thirrje prokurorisë që të nisë menjëherë hetimet. Përgjegjësia politike bie edhe mbi kryeministin Edi Rama dhe mbi ministren Belinda Balluku. Askush nuk mund të fshihet pas heshtjes. Ne kërkojmë drejtësi për Bardhyl Kaloshin dhe familjen e tij. Kjo tragjedi nuk duhet të mbetet pa përgjegjësi. Jeta e qytetarëve nuk mund të jetë një viktimë e paaftësisë dhe shpërfilljes së shtetit. Faleminderit.